Le të themi që jeni të regjistruar si biznes i rregullt në Gjermani, ofroni shërbime lokale si ndërtim, rinovim, punë hidraulike, elektrike, pastrime e të tjerë, por akoma nuk jeni regjistruar në Google Maps. Dhe shumë njerëz thonë, jam regjistruar me adresën e shtëpisë si biznes dhe nuk dua që ta bëj publike dhe kjo është e kuptueshme. Megjithatë, mos keni merak, edhe nëse e bëni publike, nuk vjen njeri në adresë. Por ajo ka shumë rëndësi që të jetë saktë, sepse ka të bëj me renditjen që Google i bën dhe me se sa të dukshëm do të jeni online kur njerëzit kërkojnë në Google. Mënyra se si njerëzit kërkojnë është duke shtuar frazat në lagje afër meje, si për shembull, kompani ndërtimi në lagje, firmë ndërtimi në lagje, firmë ndërtimi afër meje, agjenci pastrimi afër meje. Me këto fraza, Google i çfarë bën? Kontrollon adresat dhe shikon cila është adresa më e afërt e këtij personi që është duke kërkuar këtë shërbim. Dhe ju sugjeron juve, kur them adresa më e afërt, mund të jetë një rreze disa kilometra, por nuk do të thotë që klienti do vi tek adresa. Thjesht ata e shikojnë, gjejnë informacione e kontaktit, gjejnë oraret kur jeni të disponueshëm, shikojnë website-in tuaj, çfarë shërbimesh ofroni, nëse keni një website që ju sugjeroj. Ata marrin vendimin për t'ju kontaktuar dhe vazhdon një procedurë pastaj që mund shumë mirë t'i konvertoj këta në klient. Atëherë, ka shumë rëndësi që informacionet që ju jepni kur regjistroni në Google Maps të jenë të sakta dhe të plota. Pra, jo vetëm adresa, që është kyçe sepse është elementi fort besueshmërie, por edhe numri i telefonit, oraret e punës, emaili nëse keni një të tillë e kështu me radhë. Nëse ju keni një profil të plot në Google Maps, aty klientët mund të bëjnë dhe vlerësime dhe komente, dhe vlerësimet pozitive janë një pikë shumë e fortë marketimi për ju si biznes. Si bëhet regjistrimi në Google Maps është e thjeshtë fare, nuk ka asnjë lloj kostoje. Google dërgon një kod verifikimi që mund të dërgoj me postë ose mund të telefonoj, varet, dhe ju e konfirmoni që keni marrë këtë kod dhe e gjitha përfundoi si shërbim. Se doni ndihmë për këtë proces, më kontaktoni. Personalisht ndihmoj bizneset që të forcojnë praninë e tyre online në forma të ndryshme, me website, me reklama, me rrjete sociale dhe më shumë.